Tirana mbeti pa kryebashkiak, si pasojë një zhvillimi brutal të lidhur me drejtësinë. Kryetari i bashkisë u mor nga zyra pa gjyq dhe u çuar në paraburgim, ku vazhdon të mbahet ende prej gati 8 muajsh përmes një procesi me standarde që, për ta thënë but, janë të dyshimta. Por ama ndërkohë Tirana nuk mund të presë më. Dhe kush thot të kundërtën, thjesht nuk e ka idenë se çfarë duhet që kjo lokomotivë e Shqipërisë të ecë me ritmin e duhur. Ndërsa ata që diskutojnë legjimitetin e dekretit prezidencial për zgjedhjet nuk kanë faj. Se nuk kanë as shkollën, as pavarësinë intelektuale dhe as dijen mbi kushtetutën të Ilir Rusmajdit, këshilltarit juridik të presidentit dhe ministrit të drejtësisë Partisë Demokratike, që vetëm për hir të integritetit të tij moral dhe profesional dha dorëheqjen dhe nuk pranoi të bëjë palë me korrupsionin që degradoi në pikën ku një tragjedi makabre të merroi Shqipërinë dhe pataksi botën jo larg nga ku po ju flas, diku në një vend të quajtur Gërdec.